Si kudo në Kosovë dhe zyrtarët komunal në Gjakov detyrimisht kanë filluar të bëjnë deklarimin e rregullt të pasurisë. Ata janë të obliguar ta bëjnë këtë tek Agjencia kundër korrupsionit. Kemi afatin ligjor deri me 31 mars më së largu që gjithë zyrtarët politikisht të zgjedhur dhe zyrtarët në pozitat e larta duhet të deklarojnë pasurinë e tyre. Sot është vënë theksi edhe një herë që këtij obligimi të përgjigjen gjithë zyrtarët komunal të cilët parashihen me ligj për deklarimin e pasurisë, pasi që mos deklarimi i pasurisë cenohet ose sanksionohet me Kodin Penal të Kosovës. Përndryshe, deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë publik është i rregulluar me ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik dhe deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e dhuratave për të gjithë personat zyrtar. Nga ana tjetër, për mos respektimin e ligjit për deklarimin e pasurisë, Agjencia kundër korrupsion do të ushtrojë kallëzim penal. Ky proces do të përfundojë më 31 mars të këtij viti. Por shumë herë kjo agjenci ka pasur telashe me mos deklarimin e pasurisë e përpasoj kanë pasuar deklaratat kundërthënëse nga të akuzuarit. Edhe në komunën e Gjakovës, vitet e fundit ka pasur një numër të konsiderueshëm të zyrtarëve që nuk e kanë deklaruar pasurinë.